Përshëndetje, miq të mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje tek Tarot. Do të marri një vendim përfundimtar i dashurit apo e dashur juaj në këtë lidhje. Pra do të marri një vendim. Bëj pyetjen. Është shumë i dëshpëruar, i zhgënjur. Njëri nga ju është pak i zhgënjur në këtë histori. Por thot, një lajm i shpejt vjen drejt jush. Ky lajm është një lajm që vjen nga ky person që ka luftuar fort për të arritur atë qëllim që ai do. Ka luftuar praja, më doli letra, ka luftuar fort që të sjellë këtë lajm. Është një person shumë pozitiv dhe lajmi që sjell tek ju është një lajm pozitiv, është një lajm i mirë. Ka patur në jetën e tij shumë probleme. Tek pjesë e bollokut, tek njerëzit që ka përreth, por ju do në një mënyrë të paimagjinueshme. Ka një pasion shumë të fortë për ju. Dhe për ju ky është një person shumë pozitiv. Do t'ju sjell gjithçka të mirë në jetën tuaj. Është një person human, një person që falë shpirtin për njerëzit që kanë nevojë. Është një person që është i mbushur nga ana e shpirtit edhe nga ana financiare. Dhe juve ju shikon si kjo mbretëresh e shkopive. Një femër intelekte të dashur, që falë dashuri pa kushte dhe pa interes. Tani është në një moment pak meditimi, në një moment qetësie, vetmie, për të reflektuar dhe për të marrë përgjigjen që do. Është i rrethuar nga njerëz pak me shpirt vogël, me botë vogël në jetën e tij. Dhe prandaj dhe mërzitet, sepse jo të gjitha kuptojnë për problemet që ka, për gjërat që ka. Ky është një person që ka dhe komandën dhe fuqinë në jetën e tij. Dhe shpeshherë zgënjehet nga njerëzit që ka, nga njerëz jo të pastër, manipulator. Por thot, tek ty ai do një përfundim të kësaj historie. Pra me ty do të ketë përfundimin e historisë. Sepse dhjeta e monedave më tregon një bollëk, një mirësi në kullën tuaj, që ju vjen shumë shpejt. Pra lidhja juaj do të përfundojë në mënyrë pozitive, të mrekullueshme. Me kë rezonon kjo energji e tarotëve? Me binjakët, me shigjetari, me britjapi, me dashin, me peshore dhe me gafore. Kurse nga gërmat e alfabetit, me gërmën D, me gërmën L, Q, N, T, G, Z, J, S, Z dhe V. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.